Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në Villa 24, mirë mëngjes. Mirë mëngjes e dashur, mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe juftojmë këtu të këndi jo negatimit për pare cita që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot me këto produktet e kompanisë Neranzi, do të sillim gatime që do të bëjmë një tavë që do të jetë me mërçi qëngji kam për të zgjedhur unë, edhe me oriz, po jo vetëm, unë do ta bëj ashtu të thjesht, do të kem qep të thatë, qep të njoma, do të kem erza, kopër majdanoz, do të kem dhe një tufës spinaq, që të na bëj akoma edhe më të shishme këtë tavën tonë. Gjithashtu edhe një lugë nga ky miksi i erzave. Pra këto ishin përbërësi që do të na duhen për përgatitur këtë tavë. Me njëherë, sa të themi dhe recetat e tjera, do të fillojmë që të tregojmë se çfarë do të bëjmë tjetër. Janë të thjeshta këto recetat, nëse do të kemi 2 peta sfoliat, do me thënë, janë këto peta sfoliatët të cilat kanë 2 pet brenda, që mund të bëhen të ëmbla edhe të kripura. Unë kam përzgjedhur të bëj ca sfolatina të cilat janë të ëmbla, që do të bëhet një krem pasticcerie, them unë, po është diçka që bëhet me, nëse keni qumësht, pana, edhe vezë, 4 të verdha veze, cipën e një limoni, një vanile. Këto janë për kremi. Këto janë sepse shikoja që doja të thosha këtë që nëse, e kam thënë dhe herë tjetër, nëse nuk e keni këtë panën, mund ta zvëlsoni me një lugë gjalp edhe sasinë e qumshit dhe të panës do ta vendosni, do me thënë, me qumësht. Që mund ta zvëlsoni pra në rast mungesash? 500 ml do jetë 300 pana dhe 200 qumësht. Nëse nuk keni pana, do të bëni 500 qumësht, një lugë gjalp. Këto doja të thoshja. Edhe sheqer, se haruam sheqerin. Po, edhe sheqerin. Kemi sheqerin, edhe kemi dhe një seshte, nja se i ngatruam gjërat, keni të drejtë. Edhe dy luk një seshte. Kjo është salmon? A është salmon, të cilën është salmon i tymosur dhe bëjnë shumë të mira, sa byreqet të mira, që mund t'i përgatisim me salmon edhe me djath. Djath çfarë do me thënë në feta, të cilën lart i hedhin pastaj edhe... Do ta hampim pastaj, ta shikojmë dhe nga brenda se si është, sigurisht që është super cilësor, duket që nga paketimi, që është gjithashtu i mbyllur fort mirë, si çdo produkt tjetër në fakt, që ju e gjeni tek dyqanet Neranzi. Unë kam filluar, Anila vese një sekundë sa të hedhim... Se po na digjet qepa, thuaj. Ashtu, se po na digjet qepa dhe prandaj të hedhim edhe mëlçi, se është momenti që duhet t'i hedhim. I kam prerë në kubik, me satar, edhe pasi kemi hedhur qepën fillimisht, do të shtojmë mëlçit të ka vërdisen këto, edhe pastaj do të shtojmë qepët e njoma, erza, spinaqin. Por fillimisht fillojmë me këto. Shumë mirë. Ndërkohë këtu kemi vendosur edhe ujë, nëse kemi masën e orizit që do të kemi 1 filxhan ose 2 filxhan, në bazë të filxhanëve të orizit që do të kemi, aq 2 fishi i ujit ose i lëngut. Unë lëngun, do me thënë ujin, do të aromatizoj me këtë mix erzash, duke shtuar një lugë të plot. Një lugë supe, që themu. Edhe përgatisim këtë lëngun, sepse duam që ta kemi edhe të ngrohtë. E kemi bërë gati këtë. Nuk e di, Anila, nëse do të marrësh kohën sa unë do të hapë orizin tani edhe... Jo, nuk kam gjë, thjesht dua të pres që të më bëhen mëlçit gati që të më ka vërdisen, që të filloj të shtoj përbërësit e tjerë. Kështu që mund të marrësh kohën që të bësh informacionin. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, së pari të lexojmë recetat dhe përbërësit që kemi së bashku në ekran, ju mund t'i gjeni, pra siç po thoja edhe pak më herët, në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi. Kështu që së bashku le të shohim se çfarë kemi zgjedhur sot nga Neranzi për të sjell këtë recet të parë. Pra kemi 700 gram të brëndshme qenqi dhe me këtë ka nisur puna, 1 qep e thatë, 4 qep të njoma, kopër majdanoz, 2 filxhan çaj oriz, 1 lugë mix të erzash, vaj, krip, piper. Sfoliatina të mbushura me krem, pra janë petët e sfoliatit, duke qenë se do bëhen të vogla, Kati ka vendosur emrin sfoliatina. Na duhen 2 peta sfoliat, na duhen për të bërë kremin 200 ml qumësht, 300 ml pana, 4 të verdha veze, gjysmë filxhani çaj sheqer, 1 vanilje, lëkur limoni e grirë, sheqer pluhur për spërkatje. Byrek sfoliat me salmon të tymosur dhe djath, 1 pet sfoliat, 8 feta djath kaçkavall, 4 feta salmon të tymosur dhe susam. Susami do jetë për zbukurim sipër me ç'po kuptoj. Pra, të paketimin e
sfoliatit që na thamë që mban 2 peta, ne do ta sjellim në 2 receta sot kështu, sa i rëndë është. Duket që janë peta të trasha. Kështu që mendova me qënë se kishim 2 të shfrytëzonin për 2 lloj receta, tu jep një 2 ide, një të ëmbël dhe një të kripur. Okej, mirë. Kështu që më mbrapa do të tregojmë edhe mënyrën se si do të bëhet, do të bëjmë atë kremin që është shumë i thjeshtë për të përgatitur, mënyrën se si do të tregoj sot kremin është mënyra më e thjeshtë. I hedhim të gjitha përbërësit në një tenxhere, i vendosim në zjarr, do të thonë jashtë zjarrit kështu, i trazojmë, vendosim në zjarr sa ajo të na bëhet një trajt kremoze. E heqim dhe e lëm të ftohet sa sfoliatina tona të na janë bërë gati. Do i tregojmë pak më vonë, është shumë e thjeshtë për të përgatitur receta. Tani këtu kam masën e orizit. Nëse do të kemi një masë të tillë, do të kemi 2 masa të tilla me ujë. Kështu që unë para se ta përdor, do të jap një larje, do të thonë të mirë, edhe do ta kem gati pastaj për ta shtuar te pjesa e ta lëm këtu për momentin, të bëjmë një trazim. Është oriz shumë i mirë ai Anila, e mora mësysh. Oriz shumë i mirë për të përgatitur tava të tilla. Edhe për risotto është shumë i mirë, sepse vjen kremor. Ja, e paska tek përdorimi, po i hedh një syp për risotto, burani, supja, prak, edhe më shumë receta të tjera, gjithashtu koha e zgjerrjes së orizit karnaroli është thjesht 13 minuta dhe është shumë i mirë. Kështu që duket që në pamje në fakt. Tani pasi mua më janë ka vërdisur këto pjesa e mëlqive, do shtoj këtu brenda edhe qepët e njoma fillimisht, të zbuten edhe ato. Bëhet një tavë shumë e mirë, shumë e shishme, për ata që i kanë qef shumë këto mëlqit e qëngjit. Do me thënë është situash gjitha komplet, me mëlqin e zezë, me zembrën, me ato të brëndshme, do me thënë komplet, jo të ndara, do me thënë shkëputura thjesht vetëm mëlqi. Kjo bëhet me qëllim që të ketë shije e gjithë gatimi, jo thjesht mëlqia është gjë e zezë, është e fortë, nuk ka të shijen sa do të kenë të gjitha bashkë, kur i kemi të gjitha bashkë. Fillimisht unë kam hedhur pak krip, por sigurisht që do të shtoj edhe pak krip këtu, por më përpara do të bëj dhe një shprarje të mirë orizit. Dhe më pas do të vazhdojmë me të njëjtën recetë. Duke u kujtuar që është thjesht receta e gatimi i parë që po sjellim sot, do kemi edhe 2 të tjera, siç pam edhe në recetat që lexua më herët. Por janë më të thjeshta, më të lehta për të përgatitur, sepse kemi petën sfoliate këtë dyja, që do thotë gjysma e punës është gati, nuk do bëjmë brumë, nuk do përgatisim petë etj. Salmoni gjithashtu përgatitet shumë thjesht dhe janë përbërës që duan kohë gatimi të shkurtër. Kremi është ai që do na marr pak më shumë kohë, krahasuar me të tjerat, por që edhe kremi bëhet shumë shpejt në pak minuta dhe shumë i shishëm. Gati. Do më vish këtu apo? Erdha. Ja. E kam bërë gati. Okej. Ta kem këtu këtë tani. E hedhim në... Jo, do t'i bëj një kavërdisje dhe orizit. Se thash mos do e kaloje në Jo, do tavë. t'i bëj një kavërdisje, po më përpara do t'i shtoj dhe pak krip Anila, se nuk është se hodha shumë krip në fillim pare. Shtaja se e duan. Ashtu. Edhe një herë tani do shtojmë dhe orizin. Nuk ka nevojë që të kavërdisen më tepër, prandaj dhe i lava e bëra gati. Hedhim orizin. Dua të orizit në kavërdiset pak, bashkë me këto mëlqit. Kavërdisin, e trazojmë. Nuk ka nevojë të gatuhet plotësisht apo jo? Jo, thjesht të ngrohet, do të thonë. Është ndezur kura. Edhe sobën e kemi të ndezur më përpara. Po. Nëse doni, mund të shtoni në një lugë gjalp, nëse doni. I jep tjetër lezet edhe shije. Nëse doni, mund ta bëni vetëm me vaj. Kjo është për zgjedhja juaj. Unë faktikisht do t'i hedh një lugë gjalp për të ndryshuar pak shijen. Kemi gjalpin e freskët nga Neranci që realisht e don pak gatimi në fakt, një lugë gjalp. Dhe mos kur kemi orizin. Se dhe kur bëjmë gjalpin, kur bëjmë pilafin e thjesht, pak vaj e pak gjalp, e përdorim në skuqje, kështu që receta ju shoqëron në ekran. Për t'ju dhënë mundësinë që të shikoni dhe një herë gjithë përbërësit, në të njëjtën kohë shohim dhe Katin që gatuan, edhe unë që bëj muhabet. Kemi ndarë punën të mirë. Tani, në momentin që shtuam edhe gjalpin, kemi shtuar orizin, me këtë kokër në rubullakët që na e bën shumë të mirë këtë tavë. Do shtoj edhe pjesën e tyre spinaqit.
I jep një tjetër shije, bën shumë të mirë, do me thënë shumë të shishëm. Nëse nuk ju ndodhe spinaq, mundet edhe mos t'i hidhni, po sigurisht që spinaqi jep një tjetër shije, e bën diçka ndryshe. Nëse nuk do të kemi spinaq, do t'a lëm aq me orizin edhe Me me orizin dhe me erzat. A, kuptoj. Por, unë mendoj që spinaqi, do me thënë, është jep, si thuash, një tjetër shije, e bën ndryshe. E kuptoj. Nuk është ajo tava me oriz që bëjmë thjesht me mëlçi. Tani nuk është se duam, do me thënë, thjesht një zbutje të lehtë, do të shtoj këtu dhe erzat, është momenti që do të shtojmë edhe erzat. Do ta hedhim avash në tar. Kemi kujdesur më përpara që ta kemi edhe furrën të ngrohur. Po. Në temperaturën 200 gradë dhe do ta lëm për rreth 40 minuta dhe do ta kemi gati. Nuk ka rëndësi pse orizi themi që ka të, si thua, kohën e zgjatjes 13 minuta apo 15. Në furrë ka tjetër lloj gatimi, prandaj edhe ka tjetër lloj shije kur i vendosim gjërat që i përgatisim në furrë. Sigurisht. Plus që në rastin e këtij gatimi nuk kemi vetëm orizin që kërkon kohën për zjerje, po janë edhe të brëndshmet mëlçit që duhet të gatuhen mirë në fakt. Pjata ngjan e bukur, receta ngjan me ngjyra. Më duhet Anila. Çfarë do të ndihmoj ju? Kam këtu këtë piperin e zi, ti hedh pak edhe. Edhe pse kemi shtuar aty, ti hedh pak ekstra. Marr një lugë kështu të thatë. Nuk është tave pak shumë, ja? Jo. Maj lugë ishte, nuk ishte shumë. Maj lugë e gjelle. Edhe i shkon kësaj lloj recete pak piper. Tani me thënë të drejtën nuk dua që ta lëm më tepër, nuk ka nevojë, ajo do të vendoset në furrë edhe do t'i hedhim edhe lëngun tani. Kështu që s'ka nevojë të kavërdiset më tepër. Mjaftueshëm është. Janë ulur edhe vëllimin këtu. Lëngun ja shtojmë këtu, a? Tani lëngun, po, ujin e kemi, do me thënë, të ngrohtë. Ta themi dhe sasinë e lëngut pak a shumë, se duke patur parasysh Në këto masën, pyetjet. po, Anila, ke të drejtën, në masën, nëse do të kemi një filxhan oriz, një filxhan oriz, do të kemi 2 filxhan lëng mishi, perimesh, ose të miksit të erëzave që neve kemi. Pra, raporti që përdorim në përgatitjen e pilafit. 1:2. Pra varet sa oriz do të përdorni, aq do të jetë dhe sasia e lëngut të mishit, thjesht ujë të ngrohtë apo lëngut të aromatizuar që Kati ka zgjedhur sot, duke i dhënë shije dhe duke e plotësuar me miksin e erëzave. Ja, tani. E të rrëzojmë që këtë vend gjithandej. Edhe kështu si që është, e kemi gati për ta vendosur në furrë. Furra, tham, më përpara duhet jetë e ngrohur, po. Pra, duke qenë se do t'i duhen rreth 40 minuta, ne nga ky moment, nëse e nxjerrim në orën 10 nga furra, do ta kemi gati. Pra 35 ndoshta kemi në kohë. Është gati për ta vendosur në furrë. Shumë mirë. E çojmë në furrë. Nga pamja duket shumë i mirë bëhet, jashtëzakonisht i mirë. Mënyra të reja për të sjell e përfunduam këtë recet. Orizin, spinaqin, apo të brëndshmet, mëlçin. Se përgjithsisht mëlçin, çfarë bëjmë? Ne bëjmë tavdheu? Bëhet tavdheu, bëhet të skuqur, bëhet me kështu sup frikase që themi. Ajo bëhet shumë e mirë. Zakonisht bëhet për Pashkët, por jo se vetëm për Pashkët. Po ndonjëherë na shkon mendja ti ham ca receta edhe në ditë që nuk janë festash. Tani, me cilën nga receta do të nisim ne tani? Kemi 4 minuta kohë po një, ndoshta edhe pak më shumë. Kështu që mendoj të bëj kremin, Anila, me qëllim që të kemi mundësi që ta kemi të ftohtë. Okej, shumë mirë. Edhe sfoliatina ti lëmë dhe i bëjmë më mbrapa. Në rregull, do qëndrosh në krahun andej? Me që se kemi këtu e bëjmë këtu. Atëherë, do të bëjmë kremin që do të në duhet për të bërë sfoliatinat me petët e sfoliatit që janë të gatshme dhe aty s'kemi punë para prake për të bërë. Atëherë, si thashu në fillim fare që tu kam më këtë masën që është 500 ml është deri këtu. Po, 0,5 Tani me do t'i hedhi me pas kam të hapur këtu.
Sa do ta bëjmë në raportin e panës me 300 me 200. 300 me 200? Me sy nuk ka problem, tani thash që dhe nëse nuk ju ndodhe. Mirë, ne po e themi ashtu si po e gatuajmë. Pastaj gjithmonë në çdo gatim Katerina na jep edhe alternativa, ju e dini, pra nëse nuk keni njërin mund të përdorni tjetrën, me idenë që të mos i lëni për përgatitur recetat, vetëm se ju mungon një përbërës. Tani e mira është i qëndrojmë recetës kështu siç ne e gatuajmë, por që tu kemi 500 ml pana dhe qumësht. Okej. E hedhim këtu. Tu kam këto lëvozhgat e limonit. Okej. Ato do t'i heqim në momentin e fundit. Këtu kemi sheqeri. Anila, Urda, më thuaj, ma të pak hapun lutim sa të patjetër. hedh një seshten unë, që kam të hapur këtë. Sa një seshte? 2 luk. Një. 2. Tu kemi vanili. Tek në rancje, keni në pluhur, e keni në lëng, e keni në Një maj luge. variante të ndryshme. E një maj është mjaftushëm. Nuk ka nevoj për masën që neve kemi, është mjaftushëm. Edhe sa aromë të mirë me njerë, sa e hampet, po. një aromë shumë e Shumë mirë. mirë. Tu kemi 4 të verdha vezësh. Besoj i pa më. Po. E nuk duken të 4 gjitha, të po ja verdha t'i hedhim vezësh. këtu si për 1, 2, 3. 4. Iku. Iku dhe kjo. A ka mbetur? Sheqeri. Sheqeri. Ta fusu të Edhe nëse shten teli. këtu unë se... A kam bet sheqeri dhe teli. Gjysmë filxhan themu. Tani, në bashkë të kësaj, unë faktikisht do hedhë 2 lukë, se pana që kam është e ëmbël, pan pasiqerie. Nëse do të kemi pan, se bëhet dhe me pan pasiqerie dhe me pan guzhine. Nëse do të kemi pan guzhine, nuk është e ëmbël. Pasiqerie ka ëmbëlsi, vetë ajo pana. Kështu që unë do hedhë 2 lukë dhe është mjaftueshëm. Atë ju kam thënë gjysmë filxhan sheqer. Për punën e sheqerit, shikojeni vetë juve se sa të ëmbël e doni. Unë jam pak dorë mbledhur të pjesa e sheqerit, nuk është se më pëlqen shumë. Më thënë që ta përdor me masë, aj sa duhet. Nuk e tek aloj, këtë duhet të them. Tani, këtë masën e pregatitur, ne e përzijem mirë, para se ta vendosim në vatër të sobës. Të shkrijet mirë një seshtja. Okej. Dhe fillojmë dhe e përzijem, sa jo të mpikset. Pra do t'i qëndrojmë mbi kokë të nxerës derisa të na krijohet një është krem. e vërtetën, duhet të qëndruar këtu, mos të lëvizim, sa jo të na bëhet, do me thënë, një krem. Do t'a heqim pastaj, do t'a hedhim në një, do t'a mbulojmë me një membran kështu guzhine, ato të telefon, dhe lënë që të ftohet. Okej. Më mbrapa, si pas dëshirës, mund t'i bëni një, si thua, përzierje me rafsin elektrike ose edhe me këtë rafsin, me qëllim që të na bëhet, si thua, më kremoze, të shkëlqej kremi. Do i tregojmë këto në momentin që do të vim momenti i Tani, kjo është një proces pune që ne nuk e kemi të nevojshme ta tregojmë. Është koha që dhe ne të bëjmë pushim dhe jemi fiks. Nëse jemi në për kohën ta e bërë me pushimit, nge atë përzierje. në rregull. Besoj do të na gjejnë në momentin që e kemi vendosur në një tas dhe mbuluar edhe me qesen e kuzhinës. Gjithsesi, duke bërë që do të jemi me kohën, është momenti që ne të shkëputemi për pak, këtu na gjeni, këtu ju presim, na prisni edhe ju. Këndi i gatimit në arritakon, kështu që jemi gati për të vijuar me recetat që kemi prezentuar në këtë ditë të mërkur dhe për të përfunduar ato. Atëherë të dashur anëvisa, ne që do me thënë ndam këtu me ju në momenti që po pregatisnim këtë kremin që mënyra se si neve pregatitëm sot ishte mënyra me thjesht që i vendosim të gjithë përbërësit në tenxhere, i trazuam para se t'i vendosim në vatër të sobës dhe pasi e kemi trazuar, e kemi lënë, shikojeni tani, ky është kremi që i vendosëm edhe një membran tani telefon nga këto të kuzhinës, me qëllim që mos të krijoj kore në sipërfaqe. Dhe e lëm që të na ul temperaturën. Dhe thamë do t'i bëjmë me 5 sfoliat, të bëjmë sfoliatina, që themi ndryshe. Të hapim këtë picimin, e thamë që ka 2 petë të tilla brenda, të cilat mund të përdorim për
dy përgatitje të ndryshme, janë realisht shumë të shishme, petët e sfoliatit, nuk është se duan në një ngarkes të madhe brenda për të shtuar shihen, se vetë vetiu peta është e shkrifët, është me gjalp, është shumë e shishme. Edhe këto janë të ndara vetë kështu në pjesë. Po, që të ndimon edhe, po, për shiritat. Edhe një këtu, dhe jemi në rregull. Tani, do t'i bëjmë në 4 orë, doam t'i bëjmë në 3 këndësha, do bëjmë edhe ca në 4 orë. Do bëjmë këto 2 të parat kështu. T'i vendosëm këto anila në një tavë, kemi shtruar edhe letër, do t'i vendosim, largësi njëra me tjetër, nuk ka rëndësi tani njëra u bë pak me madhe. Po s'ka që. Këtu kemi atë të bardhën e vezës që ka ngelur. Do t'i lyhejmë? T'i lyhejmë pak dhe t'i hedhim pak, po, t'i hedhim pak sheqer. Urdhëron ose do furçën? Bravo. A këtë do t'a bësh ti Anila që unë të bëj. Ja thjesht një kështu. Po, patjetër. Merrem. Të bardhat e vezëve u kam hedhur pak ujë brenda dhe kam bërë në atë mënyrë. Tani mendoj të bëjmë edhe në këtë mënyrë. Ato janë për mënyrën 3 këndësh. 3 këndëshe. Nëse duam t'i bëjmë 3 këndësh. Nëse duam t'i bëjmë kështu. E njëjta gjë është, në fakt, një kopje ke do kenë, kështu që thjesht për të ndryshuar. Të vendosim edhe këtë këtu. S'kemi ku të vendosim dhe një, jo. S'ka gjë se do t'i mbajmë këtu edhe do të bëjmë në një moment tjetër. Pritë se më kam betur këtë e cepi. Do një sheqer të erët, do një sheqer nga i sheqeri i zakonshëm, nuk ka problem. Temperaturë duan vendosur tani në furrë të nxehtë më përpara, në temperaturën 220 gradë, që do t'jetë me ajrosje, me thënë me erë, si thuhet. Po? Dhe do t'i lëmë fillimisht për një 10 minutë, duke i kontroluar. E vendosim për të bërë gati dhe do të rikthehemi këtu të shikojmë. Okej. Shumë mirë. Ndërkohë në furrë kemi edhe tavën me të brendshme, me spinaq, me oriz, me qep të njoma, me erza të freskëta, të cilën do ta nxjerrim nga furra për pak. Unë shoh që ka marrë një sipërfaqe të mirë nga sipër, që do të thotë pjekja e saj është drejt përfundimit. Këto do t'i mbajmë këtu, po Anila, më fal. Jo, s'ka gjë. Jo, thashë këto do t'i mbajmë këtu dhe do t'i bëjmë në një moment të dy, sepse tava nuk na i merrte. Do i bëjmë të një tavë tjetër. E rëndësishme është në tregojmë një tavë, mënyrën se si bëhet pastaj. Tani bëjmë edhe tavën tjetër gati. Janë të ngjitura edhe nga kjo anë. Për këto tani do bëjmë byreq. Bëjmë dhe këto gati. Për t'i vendosur në furrë. Si do t'a bëjmë? Thamë që do t'a bëjmë... Kjo është shumë e thjeshtë, tani neve në bazë të... Me salmonin e të mosur dhe me djathtin që shkrin, djathtin guda. Po. Të vendosim dhe atë të apim Anila, po ja të vendos dhe këtë letrën në kushinës. Okej, po. Nga këto do i gjëni dhe tek, më thënë, kompania Neranci. Vendosim këto. Kërë, se mere mund me ato, ka ti se na fluturon koha, ke pjesa e dy të shmë shkurtër, ti e di, kështu që ti jampi mundësi recetave. Mund të hapësh edhe këtë Anila, atere këtë neve do të ndajmë.
ku e ndan atë dhe në 4 orë? Apo jo? Po, në 4 orë. Në 4 orë, se në 4 orë i kemi djatrat. Ja, ku e kemi. Kështu që... Pra, një shtres me djathi do shkri në furr. Dhe më pas me fetëzat e holla të salmonit të mosur. Shumë të mira duhet bëhen këto. Shumë të mira, vërtet bëhen të mira. Të hedhim, vendosim edhe këto. Këtë një qeskë si për, po, se janë të ndarë nga njëra tjetra. Janë delikate, prandaj, dhe nuk duan shumë kohë, do me thënë që të bëhen gati. Ja që dhe thot një produkt cilësore, përveç se i prerë shumë hollë, i ruajtur në mënyrë... është salmoni të mosur, që përveç se bëjmë krudo, do me thënë që bëjmë në për këto bukë të cekura dhe këto, edhe në këtë mënyrë bëhet shumë e mirë. Do t'i mbulojmë nga sipër? Po. Nuk duan shumë. Okej. I vendosim në ta. To janë nga ato recetat që ne i bëjmë njërë në ca kohë, pra nuk është se ajo bëjmë gjella e nga hera. ditës që në ta bëjmë shpesh, po thjesht kur duam të shijojmë diçka Tani kjo, të veçantë. do ta bëjmë, të heqim këtë, të ta bëjmë këtu dhe do ta bëjmë këtu, se është më e madhe kjo, tjetra. Edhe tjetrën do ta palosim. Po, atë dhe të thoja, palose dhe bëje thjesht pak më të vogël. Ha, të doli një më shumë. Shiko, këtë që të dalë do ta provojmë të parën. Do ta ham ne, nuk do e shërbejmë në Doli pjatë. më shumë djathë kjo, s'ka gjë, më e mirë bëhet. Do ketë më shumë shije. Edhe, që është e vërtetë, Anila, të hedhim pak... Po, susame. Kemi dhe në recetë susamin që do t'i japë shije. Edhe nuk ishte keq që dhe t'i lyenim dhe me të bardhët e vezë. Po, pse jo, ndihmon edhe susamin që të ngjitet më mirë, edhe shkëlqimi jep petës së sfoliantit nga sipër, edhe shije. Çfarë ke? Jo, shikoj sfoliatina dhe jo, s'janë bërë. Okej. Mendova se mos ishin bërë, po jo. Tani edhe susamin ja hedhim sipër edhe në furrë. Ma një luk të pastër. Kishim letër, kishim sfoliat këtu për ta plotësuar, po s'ka gjë tani. E bëm ashtu, më të plotë. Jemi dhe në minutat e fundit. Kështu që rëndësishme është që të nxjerrim 2-3 nga këto të pjekura. Kaq gati? Mjafton? Mjafton, s'ka problem. Mirë, se këto janë detaje që ju i shihni sipas dëshirës tuaj. Pra kush e do të ndjehet më shumë aroma dhe shije e susamit i mbush më plot. Kush e do me thënë që edhe ta bëj, të heqim tavën Anila se është bërë gati. Tavën e parë që bëm. E parë. Të cilën ju, bashkë me recetat e tjera, i gjeni pak minuta më vonë në YouTube, ja u kujtoj sepse është momenti që të nxjerrim gatimin e parë nga furra, të cilin e kemi realizuar pikërisht në pjesën e parë të kuzhinës tonë, kështu që duke klikuar pak minuta më vonë e shikoni të plot videon e këtij transmetimi live të kësaj dite të mërkur, mënyrën e të gatuarit dhe kuptoni se e të vendosim ere këta. Sa e mirë duket. Duket e mirë? Si kemi mbritur këtu, pse s'të duket ty? Ma më duket shumë e mirë. Pastaj dhe aroma është ajo që të fton ta provosh, ta gatuash, është shumë e thjesht në përgatitje. Më besoni që është një recetë shumë e thjesht dhe që kemi nevojë her pas here të provojmë gatime të reja. Atëherë sa të na bëhen sfolatinat gati, që t'i heqim nga furra, do të bëjmë edhe kremin gati, duhet që ta trazoj, domethënë bëhet trajt kremoze. Atëherë, Kati, kemi 4 minuta ko. Ja, se do harim. Të paktën t'i mbushim edhe ato do harim sfoliatinat e ëmbla me krem. Thash që më përpara e trazojmë, domethënë, me rafse elektrike ose edhe me dorë. Në mënyrën
që të bëhet më kremoze. Po, se duke qëndruar ajo fillon dhe kryon. Kemi ato cipën e limonit aty brenda neve? E shoh që po, pra, na kanë se pash edhe ngelur. unë që ka diçka që porotullohet. Është cipa e limonit që kemi shtuar në fillim. I kam hequr një dy, kjo është pjesa Okej. tjetër, po se ku... Ja s'ka gjë, se kur ti mbushim do dali vet ajo. Ja, e kapi. E kapi luga. Ska gjë, tani doli me më pak krem, po s'ka gjë. Okej. Edhe thash diçka ishte që po... Gjetë si këtu kjo e limonit. Ka ti u fryn ato, e morën këtë? Ja, edhe pak, duan të marrin pak ngjyra. Sfoli e tina të mbushura me krem, po bëni ja, ku kemi edhe faqen e YouTube-it të Villa 24, pra këtu mund të klikoni për të parë gjithçka që ne sjellim tek ju drejt për së drejti nga ekrani 24 çdo ditë nga hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11, gjithashtu edhe recetat që jemi duke përgatitur sot. Shikoni sa shumë pjata e plot shije që vijnë çdo ditë nga duart e Katerinës, ide që shumë shpesh ne i marrim nga këtu edhe fillojmë përgatisim në shtëpi dhe e di që këtë ndikim ka edhe tek ju, teksa shikoni gatimet edhe mënyrën se si ne i përfundojmë në transmetim të drejt për drejt. Atëherë. Ja ta thëmë këtu që të më ndihmoj. Ka është qesja e pastiqerisë. Që dhe këto i gjëni te kompania në Ranë. Po, dhe i blini njerë dhe i keni për shumë përdorime, sepse ka shumë qeska të tilla. Edhe duhe në fakt, edhe për ato mbërsirat e thjeshta që bëjmë në shtëpi, edhe për të dekoruar ndonjë kek, kështu me pana të rraur, apo me krem pastiqerie, për të mbushur, pse jo edhe byreçka të vegjël, apo ndonjë brioche që mund të bëjmë vetë në shtëpi, janë nga këto aksesorët shumë shpesh të kuzhinës që na nevojiten. I kemi të nevojshme, do me thëmë, për t'i patur në raste. Dhe kremi na u bë shumë i mirë, faktikisht, nga të verdhat e vezëve, ngjyra. Shumë mirë. Ta lëm këtu tani këtë për momentin. Nxjerr ato. E di që kemi minutën e fundit. Qërë, ka shpetë. Do i nxjerim, sepse ka shpetë na iku kjo ora sot. Shumë shpejt ikon çdo ditë, jo vetëm sot. Unë thash të servinim dhe pak nga tava, po atë që duhet të themi. Tavën mendoj ta lëm ashtu, se nuk do na mjaftoj koha dhe për ta servirur. Ajo duket që është, i duken të gjitha çfarë ka brenda, nuk është se duhet të tregojmë. Shiko, të dashuran visa, juve do t'i lëni të piqen edhe pak më shumë. Marrim dhe një pjatë tani që t'ja shumë. Kujdes mos digjesh se ajo po vëllon. Gëshërët, Mila? Gëshërët. Po, faleminderit. Do t'a lëni edhe kremin të ftohet më shumë. Po. Se si që shikoni edhe neve nuk e kemi. Ta hapim do një tjetër. Anila, shiko, me këtë ndimën e kësaj hapet, ja. Hapet. Dhe e kemi kaluar kohën, Katerin po më thonë, kështu që ne mbushim. Edhe i spërkati me sheqer pudër. Pa. Okej, ja, mbushim edhe këtë. Ndërkohë që recetën tjetër të petëve sfoliat të mbushura me salmone dhe me djathë që shkrim do ta gjeni pak minuta më vonë të shoqëruar me një foto në Balkan Web. Nuk bëhet nxjerrim nga furra sepse nuk është e përfunduar, kështu që nuk është se ka ndonjë pamje të domosdoshme për tu parë. Këto janë të mbushura me. Këto do t'i lënë, duhet të them anvisave që do t'i lënë edhe pak më tepër që të piqen. Që të fryen pak më shumë. Po, të fryen pak më shumë. Edhe pastaj do t'i nxjerrni. Dhe kremi duhet të jetë i ftohur pak më shumë. Qartë. Ç'është e vërteta? Do t'i hiqni, do t'i mbushni, do t'i lëni pastaj duke i spërkatur dhe me pak sheqer pudër dhe do të bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Ju garantoj për shijen që e kanë të mrekullueshme. Edhe tava, edhe sfoliatinat janë shumë të mira, madje edhe këto byreqe që bëjnë me djathë dhe me salmon, janë zakonisht të mira. Faleminderit. Mirupafshim, fluturoi koha, mirupafshim, kalofshin një ditë sa më të bukur në vijim. Edhe miru takofshim nesër këtu me receta dhe ide të reja. Mirupafshim. Shkojmë në publicitet, pas pak kthehemi me Alkend Çuko, nutricionisti që do të flasim për një temë interesante.